Ne do të shkojmë tani tek Infoklubi dhe do të flasim për rastin tipik dhe atë shprehjen që besoj shpesh herë kemi dëgjuar që zgjidhe shokun më të mirë se vetja. Dhe duket se tashmë Elon Musk dhe Donald Trump po shkojnë drejt një misie të konsoliduar, një misie tepër besnike, megjithatë nëse ndalemi paksa tek ajo se çfarë ka ndodhur, përpara se të shpjegoj pamjet që po shohim në ekran së bashku, Elon Musk ka humbur afërsisht 29 miliard dollar në një ditë për shkak të rënjes së aksioneve të Teslas, sikurse dëshmohet edhe nga indeksi i miliarderëve të Bloomberg. Sipas këtij informacioni, humbjet në ditë të Musk korespondojnë me 6.7% të pasurisë së tij, që është një vlerë e konsiderueshme. Që nga fillimi i vitit, biznesmeni ka humbur tashmë 132 miliard dollar, që do thotë nëse e përkthejmë në një përqindje 30.5% të gjitha aktiveve të tij. Aktualisht pasuria e Elon Musk është afërsisht 301 miliard dollar. Sipas portalit Yahoo Finance, vlera e aksioneve të Teslas ulet dhe deri më tani ka shënuar një rënje me 15.4% krahasuar me çmimin e mbylljes së transaksioneve të mëparshme dhe arriti në 222.2 dollar për aksion. Pra, sikurse edhe e vëmre, duket se nuk janë ditët më të mira që po përjeton njeriu më i pasur i botës. Paktën deri dje, sepse tashmë duket të jetë qartazi përballë disa problemeve tepër të rëndësishme. Pasuria e tij ka rënë ndjeshëm, reduktimi duket të jetë pikërisht tashmë një fakt, megjithatë, miqtë e mirë gjenden pranë në ditë të vështira. Dhe një mik i mirë në këtë rast është treguar presidenti amerikan Donald Trump, i cili me vullnet të plot është ofruar që ta ndihmojë Elon Musk të shkojë drejt një përmirësimi, duke bërë këtë mundur kështu që të mos humb statusin e tij si njeriu më i pasur në botë. Nëse Musk humbet edhe 116 miliard dollar të tjerë, ai mund të humbas statusin e tij, të paktën nga ajo çfarë dihet deri më tani, dhe supozohet që pas humbjes së këtij statusi nga ana e Musk do të jetë Jeff Bezos, i cili do ta fitojë këtë status në vijim. Megjithatë, Donald Trump e shpreu edhe një herë besimin për mikun e tij, bashkëshoqëruesin e tij edhe në fushat presidenciale, duke bërë një reagim në rrjetet sociale, por jo vetëm kaq, duke treguar besim të plot tek Tesla dhe duke bërë të tijën një prej makinave të kompanisë. Janë këto pikërisht teksa Musk i ka dorëzuar Trumpit makinën e tij për ta përdorur kështu në vijim dhe për të sjellë një rritje të besimit pikërisht te kompania te Tesla, e cila her pas here, nëse kujtojmë raste të ndryshme, është përballur me akuza rreth cilësisë. Disa herë janë tërhequr nga tregu për shkak të problemeve teknike, por le të themi që mbetemi ende në një situatë e cila mund të menaxhohet fare mirë me vullnetin e plot të Trump tashmë për të gjendur pranë mikut të tij. Ajo çfarë ka shprehur Donald Trump përmes rrjeteve të tij sociale është pikërisht se ai po bën një punë fantastike për kombin ton. Kështu që është momenti i duhur t'i japim një dorë në këtë moment të vështirë për ta ndihmuar të ringrihet. Ndërkohë nga ana tjetër, Musk duket dukshëm që nuk ka shprehur ndonjë shqetësim, sepse është gjendur her pas here përballë sfidave të shumta dhe me sa duket ditja dal fare mirë dhe të menaxhoj edhe risje të tilla në mënyrën më të mirë të mundshme. Le të shohim se cilat do të jenë zhvillimet e radhës, ndërkohë që Trump po tregohet goxha i prerë me vende të tjera të botës, duket se po i bëhet përkrahje dhe mbështetje pjesës tjetër, pra njerëzve më të pasur të Amerikës, në mënyrë që të gjithë së bashku të japin kontributin e tyre dhe të arrijnë në moton e përbashkët që ka shoqëruar edhe fushatën presidenciale, po tashmë edhe mandatin e Trump në drejtim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pikërisht që Amerika të bëhet sërish e madhe. Dhe kështu ne përfundojmë me këtë lajm që na vjen nga kjo misi e ngushtë që duket se tashmë po shkon drejt një faze të re, për të shkuar në një tjetër lajm shqetësues, por edhe reflektues mbi të gjitha.
Po e nis me fjalët ne u ritëm me të dhe na vjen keq. Kështu të paktën shprehet gjenerata Z për dëmet që janë shkaktuar si pasojë e medjave sociale, si pasojë e rrjeteve sociale. Ne dim që brezat e gjeneratës Z patën mundësi të ishin të parët që të kishin një fëmijëri të kaluar mes internetit dhe aktiviteteve të tjera, të përjetonin çdo rrjet social, nga Facebooku, tek Instagrami, tek TikToku, që nuk po përjeton periudhën e tij më të mirë ndonjëherë, por megjithatë duket se tashmë kemi një pendes nga gjenerata Z. Ata ishin brezi i parë sikurse e përmendaj që u rritën në internet, por shumë prej tyre janë tashmë në një alarm të vërtet. Një sondazh i ri që përfshin një pjesë të konsiderueshme të kësaj gjenerate, 1700 persona të cilat i përkasin moshës 16 deri në 24 vjeç, zbulon një realitet të ri i cili na kthjellon lidhur me marrëdhëniet që kjo gjenerat ka me teknologjinë, sepse dukshëm sipas rezultateve të marra përmes këtij sondazhi, gjenerata Z beson se mediat sociale janë toksike, krijojnë varësi dhe ndër të tjera janë të pasigurta. Dhe të gjithë këta pjesëmarrës në këtë sondazh, pra 1700 prej tyre kanë theksuar faktin që është e nevojshme të ndërmerret një reformë urgjente në mënyrë që të parandalohen edhe dëmet të mëtejshme që mund të vinë si pasojë e përdorimit të platformave dhe rrjeteve sociale. Nëse ndalemi konkretisht tek një prej pjesëmarrësve në sondazh, ose më saktë drejtoria e projektit e këtij projekti, ajo ka thënë se vetë të rinjt thonë se media sociale është bërë një formë varësie, ka sjell pasoja negative dhe është kthyer në të dëmshme. Këta të rinj tashmë janë rritur dhe po na paralajmërojnë. Dhe patjetër që ky nuk është një panik që na vjen nga gjenerata Z, por është një thirrje për të ndërmarrë masa urgjente dhe për të vepruar tashmë. Është një paralajmërim nga ata që ishin të parët që patën mundësi ta përjetonin dhe mbase të shkonin në përfundim edhe drejt këtyre simptomave që kanë lindur si pasojë e teknologjisë. Dhe konkretisht në këtë rast rrjeteve sociale. Janë statistikat ato që i thonë të gjitha, sepse 62% thonë se rrjetet sociale bëjnë më shumë dëm se sa mirë. Ndërkohë, 22% besojnë se është pozitiv ndikimi që mund të kenë rrjetet sociale, që është ndjeshëm një përqindje e vogël krahasuar me pjesën tjetër. Ndërkohë 70% thonë se do të luftonin për të lënë duhanin dhe 9% thonë se lënia do të ishte e pamundur. Pra kanë bërë krahasime të tilla për të kuptuar pak edhe efektin e rrjeteve sociale duke e krahasuar edhe me varësi të tjera. Ndërkohë, nëse ndalemi në statistika të tjera, 50% e pjesëmarrësve në këtë sondazh tregojnë që pendohen për kohën që kanë kaluar në internet në procesin e tyre të rritjes, dhe 35% dëshirojnë t'i bashkohen mediave sociale. Edhe këtu kemi një përqindje më të lartë të atyre që do donin të kishin kontakte të shkëputura nga teknologjia dhe rrjetet sociale. Ndërkohë më tej dëmet kryesore që janë identifikuar, 60% thonë se kanë ndikuar në gjumin e tyre. 57% thonë se vëmendja e tyre ka pësuar rënje, e cila shpeshherë është bazuar edhe në studime të tjera dhe ne kemi pasur mundësi që përmes rubrikave të japim informacione lidhur me studime, ndërkohë që pjesa tjetër një 40% e këtyre pjesëmarrësve të këtij studimi raportojnë vetbesim më të ulët, 39% e lidhin me betejat e shëndetit mendor, dhe ndoshta ky është mbase aspekti më i rëndësishëm i kësaj tematike, her pas here është diskutuar lidhur me influencën dhe ndikimin negativ që mund të kenë rrjetet sociale në shëndetin mendor, e cila duket të jetë qartazi një prej çështjeve më të rëndësishme të ditëve në të cilat ne po jetojmë. Nëse më herët nuk i kuptonim, sot jemi në gjendje që mbase edhe prej ndikimit që kanë pasur rrjetet sociale dhe influencës që ato kanë, të kuptojmë se çfarë janë gjendjet e shëndetit mendor dhe pse jo të marrim hapa të mëtejshëm për të gjetur zgjidhjen e duhur. Ndërkohë nëse ndalemi në statistikat të tjera, dhe vërtet janë shifra alarmante, 38% duke ju referuar gjithmonë këtij studimi, sepse gjithmonë ka një studim tjetër që i kthen këto statistika dhe këto të dhëna, por nëse i referohemi pikërisht këtij studimi nga New Britain
që është ndërmarrë kohëve të fundit, 38% e pjesëmarrësve thonë se i ka dëmtuar punën dhe studimin e tyre. Ndërkohë pjesa tjetër, 9%, thonë se ka dëmtuar miqësitë. Pra ne e dim që në epokën e rrjeteve sociale, komunikimet janë bërë shumë të thjeshta online dhe ne kemi humbur paksa atë raportin dhe lidhjen e drejt për drejt sy më sy, komunikimin e drejt për drejt, i cili realisht kam përshtypjen, nëse e mendojmë dhe reflektojmë më gjatë, na mungon të gjithve. Dhe ajo çfarë duket të jetë zgjidhja në përfundim të këtij studimi është fakti që brezi i ardhshëm meriton më mirë. Shumica e gjeneratës Z thonë se do t'i mbajnë fëmijët e tyre jashtë linje për një kohë të gjatë, për ajsa të jetë e mundur së paku, edhe pse duket paksa një skenar gati i pamundur në kohën në cilën ne po jetojmë. Ndërkohë që mund të ketë ndikime edhe më thella që lidhen edhe me shëndetjen fizik, por ne mbetemi tek statistikat që na ofrohen përmes këtij studimi. Dhe besoj të tilla ndikime janë ndjerë edhe në vendin tonë. Her pas here, shqetësime të ndryshme që lidhen pikërisht me rënje nga mësimi, aktivitetin social, apo edhe dëme shëndetësore, kemi parë shpeshherë të jenë në qendër të diskutimeve të medjave dhe patjetër duhet të japim një vëmendje të shtuar dhe pse jo të ndërmarrim forma të ndryshme të cilat mund të na çojnë drejt një zgjidhjeje të shëndetshme. Është e pamundur që të zhdukim rrjetet sociale, do të ishte e tepër patjetër, por është e mundur që të kemi një kohë më të kufizuar, të paktën deri në një moshë të caktuar kur prindrit mund të kenë kontroll mbi fëmijën e tyre. Kemi parë edhe studime të ndryshme her pas here që na tregojnë lidhur edhe me ndikimin e inteligjencës artificiale. Pas daljes së ChatGPT pati një përdorim të gjerë dhe filluan edhe ato detyrat shkollore për të cilat dikur do duhet të vrisnim gjatë mendjen të organizoheshin dhe të përfundoheshin përmes inteligjencës artificiale. Kështu që mbase ka ardhur koha të rikthehemi edhe një herë atyre mënyrave tradicionale të cilat vetëm sa na zhvillojnë akoma edhe më shumë. Mirë, këto ishin edhe materialet që ne kishim përgatitur për ju në InfoKlab. Uroj t'i keni shijuar.